Përshëndetje, sot kam përgatitur mish në furrë. Kjo është mënyra më e mirë për ta bërë mishin më kollaj edhe më të shijshëm. Kam përdorur mish qingji dhe mish viçi. Më besoni, kjo ishte mënyra më e mirë, më e shijshme. Ka dalë vërtet tepër i shijshëm dhe tepër i butë. E spërkata këtë tepsin e vogël me vaj ulliri dhe si përvendosa copat e mishit. Këto janë qafë qingji edhe kam përdorur edhe copa mish viçi të vogla. I marinova me krip, piper, këto erëzat mikse italiane. I hodha përsëri pak vaj ulliri sipër. I përzieva mirë që kripa erëzat të përhapen nëpër të gjitha copat e mishit. Dhe pastaj i vura qethet dafine. Qethet e dafinës shkojnë shumë mirë me mishin e kuq, me çfarëdo lloj mishi të kuq. Gjithashtu i hodha disa thelpinj hudhra edhe një gjysmë qepe të bardhë. Shpërndava të gjitha nëpër tepsi, edhe dafinën siç e thash më përpara, edhe e mbulova me këtë letrën e kuzhinës një herë. Mbulova mirë që avulli, që mishit të thiejnë avullin e vet, dhe gjithashtu e mbulova me letrën alumini dhe e vura në furrë në 200 gradë derisa të marrë atë ngjyrën ashtu. Mbas gati një gjysmë ore ose 40 minuta kështu, e nxjerr nga furra, e hapja, heq të gjitha letrën e kuzhinës edhe letrën e aluminit edhe pastaj vë prapë në furrë që të piqet për gjysmë ore tjetër. Pra siç e thash, ja heqim letrën edhe e fusim prapë në furrë për rreth 20 minuta ose diçka më shumë derisa të marrë atë ngjyrën e pjekur. Është një recetë vërtet shumë e shijshme, shumë e shpejtë, shumë e kollaj, thjesht i vën tepsi dhe shpresoj që video imi t'ju ketë pëlqyer. Ju lutem shpërndajeni nëse po. Faleminderit shumë.